Këtë pyetje ma kanë bërë qindra prindër. Pse fëmia dukej se po zhvillohej mjaft mirë dhe pas moshës 1 vjeç shfaqen shenjat autizmit? Unë jam Anjeza Dishnica, psikologe dhe terapiste me 25 vite eksperiencë. Gjatë vitit të parë, kërkesat sociale dhe gjuhësore janë të thjeshta, fëmia buzëqesh, ka vokale të shkurtra, pas moshës 1 vjeç, sistemi nervor kërkon aftësi të reja, kërkon fjalë, gjeste në komunikim, lojë sociale, vëmendje të përbashkët, kërkesat sociale dhe gjuhësore rriten, pritshmëritë e prindërve rriten, ndërsa fëmia nuk përgjigjet siç pritet. Fillojnë shenjat e para, gjuha nuk po zhvillohet, gjestet nuk përdoren në komunikim, fëmia është më i fokusuar te objektet sesa tek njerëzit. Rreth 20-30% e prindërve referojnë një regres të zhvillimit, qoftë humbje të aftësive që ka pasur, qoftë fëmia nuk po ecën përpara. Ndërkohë, ka dhe pika të forta, ka një memorie fotografike shumë të mirë, një imitim motor mjaft të mirë, ka interes për detaje dhe për objekte të veçanta. Gjuha vjen më vonë në formën e përsëritjes së fjalëve, të skripteve, të filmave apo të këngëve. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që studimet tregojnë që gjithë kjo lidhet me mënyrën se si zhvillohet truri i një fëmie me autizëm. Ndaj është e rëndësishme të kuptojmë që autizmi nuk është vonesë, por është një mënyrë ndryshe e zhvillimit të fëmijës.